Cila është arsye që ti ke kaq shumë njerëz? Domethënë në një ditë zakonshme ti e ke plot. Në ditë fundjavë besoj nuk e vënda. Po të punosh me pastërti, edhe mirë, ka punë për të gjithë. Po çfarë bën? Domethënë çka ke të zonës, Ne më shumë bëjmë më shumë te mishrat. Mishke. Mishqengji, keci, zogj fshati, edhe byrek të bërvet dhe të tëra salcrat, djathra, të gjitha. Ka mbaru gatimi tani, gjejmë të ngjej ta shikojmë? Gjejmë. Ja, ma. Vazhdo para, vazhdo. Oh, ja. Heli gati. Urdhra. Heli gati. Qa po pishet? Ky është kec. Keci kujt? Ku e merrni? Në lunxheri, komplet të zonës. Keci lunxhit. Vetëm me dru, as qymyr, me as gas, me as gjë. Urdhra dhe kjo është furra. Shikoja si funksionon. O, sa bukur. Qa po bën tani? Qa është bërë Ky bëhet vetëm prush gati. Vetëm për të pjekur mishin, për asgjë tjetër. Po. O, sa bukur. Do të thonë, sot ditë javë ti je në punë normalisht. Normalisht, po. Që më the janë kryesisht shqiptarë, do të thonë njerëz që do na përcëllosh. Për pak. Ishte shumë bukur, po na përvloj. Do me thënë janë njerëz që e din vendin dhe i thonë njëri tjetrit edhe vinë këtu. Thonë shko te vendi i përhapet dur. fjala vet. Se mua më thanë, shko patjetër në Valeret e Guri. Po. Më thënë, unë nuk e dija ku po vija. Urdhëro, ti shikojmë, edhe te byrekët brenda, kjo është pjesa tjetër e kuzhinës, dhe çdo gjë është e ndarë me sektorat. Kjo është sektori mishit. Këtu është vetëm që piqet mish. Vetëm mishi këtu. Vetëm mish. Po këtu? Këtu ke të byrekë dhe mishi që rri piqet. Urdhëro. Ja, byrekët janë gati. Edhe kjo është Byrek me furra lakra. që piqet komplet me dru. Edhe kjo është për byrekët. Po. Fura e byrekëve është më veta. Është duke u pjekur ndonjë aty? Aty do të ketë kukurec tani. Kukurec, ta shikojmë çka kukurecën? Po ja e hapun. Punojnë shumë veta me ty? Po. Janë të zonës? Po, të gjithë të zonës. Të gjithë të zonës. Ti ke qenë jashtë dhe ke ardhur? Jo, jashtë jo. S'ke qenë jashtë? Jo, asnjëherë. Që ke çudi, se të gjithë këtu kanë ikur kanë ardhur. Po pse duhet ikësh jashtë? Kur punon dhe këtu? Mund të ka ecur me aftushëm, nuk e pas arsye ti. Jo. Po ku e morë zanatin? Ku e mësove këtë? S'është kollaj. Unë e kam nisur që i vogël. Unë nga kukureca nuk marrë vesh. Kjo është e bërë apo po bëhet? Kjo po bëhet. Po bëhet, do të prisha punën ty tani. S'është zbër as gjysma akoma e kukurecit. Po ti se ke me zjarë ata apo ajo? Me zjarë, ajo është ndezur dhe rrihen nxehtë. Dhe rrihen nxehtë. Po kur bëhen byrekët, hiqen byrekët, edhe futet dhe kukureci çfarë ke për porosit gjatë ditës. ditës. Ngroja, do të thotë byrekët janë të sapo dalë. Të sapo dalë. Po. Një sekond, se nuk, ja, këto janë byrekët, janë me lakra, ha? Po, me lakra dhe me spinaq, të përzier bashkë. Me lakra dhe me spinaq. Kurse këto i ke me mish koke e viçi. Me mish viçi? Po. Janë të ndryshëm, domethënë, të gjitha. Po. Kjo si tave vjetër më duket. Po, të vjetra, domethënë që mos të ngjisin dhe të piken sa më shumë. Më thënë, ky sektori i byrekëve u pas ka dhe mish këtu. Ka dhe mish, po, që hiqen gjatë ditës që do filloj do punoj. Që do fillosh të punosh. Ky është i sotshëm. I sotmit, të gjithë sotmit. Po kur mbaron gjithë këto gjëra? Po gjatë ditës ka të tjerë. Janë shumë. Andaj sektor tjetër është? Andaj te sallatrat, te patatet, te salsat, te djatrat. Po lejojnë ose s'lejojnë? Hajde. Puna mbarë dhe na falni. Vetëm 2 minuta dhe do ikim. Qa sallata është po bëhen sot? Qa lakra? Sot sallatat ne këtu e kemi lokal tradicional. Sallat fshati, sallat jeshile, brokër, lule lakër. Ja, më në fund një vend që e gjej lakra. Këto janë lakrat egra. Po, pra, po, më të që të knaqën shpirtin, po më në fund i qeta. Këto e zakonisht. Se kjo është e keqa që ne nuk i kemi gjëra tona dhe bulmetrat jo salca. Dhe qa vën greku themi ne, po na më qas kemi ne, plot kemi. Jo, ne kemi gjithë të mirat këtu. Gjithë të mirat e kemi. Salcë kosi, djath, nxaxiq. Po, tradicionalet kemi. Këto duan për ta shoqëruar. Po, me sa shok domatet i pas keni të mira shumë, po edhe freskëta shumë të mira. Domatet tuaja, to janë të kopshtit? Po. Ju lumshin duart. Rrofshi shumë faleminderit. Ndërkohë këtu e mira është të ulemi e të flasim, po për të mos qetësuar njerëzit më mirë vemi jashtë. Ulemi për jashtë. E shikoj që janë familjare dhe nuk duan të bezdisa.
Po tani qa po bëjmë po kriposi mishin, ha? Po me krip sa prun, shas shumë i bë keni, apo duhet që krip? Duhet. E kujt është ky? Mishi. Aha. Mishi po i vend. I lunxherisë, i zonës së lunxherisë. I lunxherisë është. Keci lunxherisë. Keci lunxherisë. Është babai më the, që s'do të flasë se kishe një hallë sot që s'ke. Do vëri dhëmbët. Nuk e kurseja. Nuk e kursej të folur, do vëri dhëmbët. Kjo është e bukur, domethënë ju punoni në familje. Jeni kush? Ju, babai? Babai, mamaja, edhe nusja ose edhe motra. Që vjen si pas punës që kemi. Gjithë familja në punë. Po, gjithë familja në punë. I keni darë punët, ato byrët e mirë kush i bën ta? Po ato i nis mamaja në mëngjes dhe i bën gati. Ndërkohë ka dhe punëtorë të tjerë. Ndërkohë janë dhe punëtorët e tjerë. Sepse këtu ka shumë klientel me që kuptoj. Qa ndodh? Qa thot babai? Pse vin kaq shumë njerëz? Se jeni të mirë apo se nuk gënjeni me ushqimin? Se jemi dhe të mirë jemi, po dhe me ushqimin nuk gënjemi, punojmë me pastërti. Po punova pastërti do të Ecën, punon. Do të ecin. Po mirë, vjen një moment të thua sa i lodhur jam. Po u lodha shumë. Apo nga që kënaqesh Po, nga. na puna ndjen dhe kënaqësi dhe kur e shkon që ke punë nuk e mendon lodhje. Atëherë vazhdon. Vazhdon, thua. Po. Ti jep shtys të ecësh më përpara. Këtu jemi në Valere, që është një prej vendeve që mua më ka lënë më shumë shije të mirë. Ushqimi. Për të tjera nuk e di, po për ushqimi kam provuar edhe diku tjetër te Marseli, por atje kishte shumë të huaj. Dhe unë doja një vend që ka shumë shqiptar, se unë mendoj që shqiptarët dinë të hanë. Edhe më thanë, ky është vendi i dur. Tani shikojeni ju çdo a unë, që do hani dhe ju kur të vini. Kjo është? Ai shperime në zgarë dhe i ka udisur vezë, djath dhe otull balsam. Ja dhe lakrat e egra. Po. Më duket se thash diçka gabim. Djathi lunxheris ishte? Po, djathi i lunxheris. Djathi lunxhit. Djathi i lunxhit. Kjo është tavolina te familja Guri, në restorant Guri, e përgatitur prej familjarëve të gjithë, që bëjmë byrekun e shtëpisë me lakra dhe me spinaq. Po. Ishte? Me lakra me spinaq. Me spinaq. Ky është mishi i qingjit në hell. Ky është qingji në hell, e di si e kishte. Keci në hell. Kec në hell. Unë si dalloj, kështu që mua çfarë thotë më thua që besoj, por dalloj një gjë ama, që këtë kërcën e di si e kishte, e provova pak para se të pëlqeu shumë, po me një krip të lezetshme, shumë të mirë. Ishte si, nuk e di, më shijoj. Ka dhe shije se ne i pjekim vetëm me dru. Vetëm me dru. Vetëm me dru. Nuk përdorim fare as qymyr, as kas, as një që. Dhe mishi është domethënë si mund vesh ta bësh ti në një stan. Është original, 100% bio. Dhe me që më the, të gjitha këtu janë të kopshit, të njerëzve të njohur, të gjitha, ja sallata, lakrat, me vezë janë bërë kukujt, perimet, djathi lunxhit, këtu kemi kokën e kecit. E kecit, ato janë paridhaqet e qingjit, kurse ky është byreku që është i bërë vetë, sallata që është përsëri mbjell vetë, edhe lakrat. Edhe bukën e bëni vetë. Po, edhe bukën vetë. Të gjitha. Kjo është arsyeja, sepse unë ndonjëherë ngacmohemi nga vende kështu në hapësirë që shikon të huaj që futen se tani mi plot huaj, ndërsa unë këtu deri tani kam parë pafund shqiptar. Vetëm shqiptar. Që duken si të shtëpisë, sikur të njohin, sikur kanë mbaruar punën, vinë të hanë drekën. Kështu që ju lumt mendja që keni ditur të krijoni besim në një restorant si në shtëpi, si këtu te Guri. Edhe faleminderit që na ftuat. Asnjë, faleminderit juve. Mirë se erdhët. Gëzuar nga Guri.